Burg pamure e kom titullu se jo çdo burg ka mure. Kam jetu për plot 19 vite me ankthin, depresionin, edhe të cilin e kam quajtur ashtu që si burg i krijuar vet. Burgo im nuk ka pas mure, por ka pas pranga. Kam qenë liri, por e burgosur. Edhe ka të burgosur në liri dhe ka në liri të burgosur. Mas gjithë atyre viteve që po thu kam qenë në depresion, në ankth, çka është bo shkak që ti me u liru prej këtij burgo edhe na me pas mundësin me lexu librin tënë? Unë qelsin e burgut, unë e kisha pas vetë në dorën time, edhe kur se kisha ditë. Momentin që e kam gjetë qelsin, i kam hap gjitha dyert, jam liru, kam frymu, kam vazhdu me jetu, me punu, edhe e kam shkru, unë e gjdo ditë që e kam përjetu të keqe, ndoshta edhe natën jam qu, kam shkrujt diçka, krejt ato që s'kam mujt me shprejt e njerëzit, që kaku i para gjykimeve, kanë para gjyku shumë njerëzit, edhe andaj, mëj me thonë që gjatë gjithë kohës kam nejt me laps në dorë të shkrujt. Gjdo ndjenjë, gjdo përjetim që e kam përjetu unë, e kam shkrujt. Në situatën tem të cilën kam qenë unë më heret, qelsin e burgut ju e keni ndorë, hapeni burgun, dilni. Me Allahun nuk ka ankth, nuk ka depresion, nuk ka shqetësim, nuk ka diçka. Kam fillu namazin, mas 2 viteve namaz jam bulu, jam bind, jam lecu shumë, 99% jam lecu, ma ka lecu namazi. Elhamdulillah për Allah që më ka zgjedh mu, me më dhëzu. Edhe ju kësha thonë gjithë atyre që jeni në këtë gjendje, filloni namazin, faluni, binduni Allahut, urdhrave tij nënshtrojnë se qelsi kryesor është kë. Po ata s'm kuptojshin, ton kohën më paragjykojshin, sa ma shumë që më paragjykojshin, ma shumë rrit ke ankthi, stresi, e nisha veten shumë keq, pse thosha s'po më kupton kërkush. Përderisa fillova mu fal edhe m'ja shpreh Allahut krejt ato që unë kam me qit. E shkruajsha në fletore, po prap isha që më ka shty me shkru mu mas shumëti, ka qenë aja që s'm kanë kuptu njerëz. Gjdo fjallë që jam munu me shprejt e njerëz e kom shprejt në fletore. Ajo që kam thonë në këtë liber nuk është as minimumi asoj që kam përjetuën. Une kam fillu me shpik një alfabet sekret, edhe prej ati alfabeti sekret kam e bon një ditar, që aty kam i shprejt gjitha. Do më thonë nuk është thjesht liber. Jo. Po janë copëza shpirti edhe copëza përjetimi të hedhuna në letër.